Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të ndarë lajmet më të fundit nga showbizi. Këtë herë do të ndalojmë tek Rozana Radi, një artiste mrekullueshme, një protagoniste që në fakt publiku është shumë kureshtar të di për jetën e saj, se ku i kalon pushimet Rozana dhe me kë i kalon. Unë jam munduar që të bëj një kronologji, analize të gjithë gjës dhe ta ndaj me ju. Pas muajsh të mbushur me emocione, sfida, përballje dhe reflektime brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Rozana Radi, këngëtarja e njohur dhe artistja shumë dimensionale, ka përmbyllur një kapitull të rëndësishëm në jetën e saj, dalja nga Big Brother VIP Albania. Nuk ishte një dalje nga një format televiziv, por një rilindje për Rozanën, një përballje me vetvete, një dëshmi e karakterit të saj të vërtet dhe një përqafim i sinqert nga publiku shqiptar që e ndjek dhe e do prej dekadash. Sot Rozana ndodhet në një fazë tjetër të jetës. Ajo po shijon pushimet e shumë pritura dhe të merituara së bashku me motrën e saj, një nga personat më të shtrenjtë në jetën e saj. Janë ditë të mbushura me qetësi, me buzëqeshje të vërteta, me kthim tek natyra dhe tek lidhjet më të pastërta që ka njeriu në jetë. Pas gjithë vëmendjes mediatike, pas kamerave që ndiqnin 24 orë në ditë, Rozana i është rikthyer jetës së thjeshtë, por me shpirt më të pasuruar e me një zemër më të qetë dhe me një publik që respekton edhe më shumë Rozanën. Pushimet që po bën Rozana nuk janë luks për sy, por pushime për shpirt. Ajo edhe motra e saj janë larg zhurmës së përditshme, duke ndarë çaste intime, duke folur për jetën dhe duke kujtuar fëmijërinë, duke u lidhur me kujtimet dhe me gjërat që kanë vërtet kuptim. Motra për Rozanën nuk është vetëm një familje, ajo është stre, është përqafim që nuk pyet, është fjala që nuk kërkon shpjegime, është drita që ndriçon edhe në ditët më të vështira. Dhe këtë Rozana nuk e ka zbuluar asnjëherë, as brenda shtëpisë e as Big Brother jashtë saj. Gjatë gjithë kohës së qëndrimit në shtëpinë e Big Brotherit, Rozana tregoi një anë të sajën që shumë kush nuk e njihte. Ajo nuk ishte thjesht një këngëtare me një zë të fuqishëm apo një artiste me një karrierë të konsoliduar, ajo ishte thjesht një njeri me një ndjeshmëri të thellë, me vuajtje të heshtura, me përvojë jetësore që të mësonte shumë, e vërtet, e drejtë dhe pa filtra. Rozana u bë zëri i shumë grave që ndihen të padëgjuara. U bë motra atyre që s'kan më motra, u bë shoqja që mungonte në shumë histori jete. Të gjitha këto ajo i bëri pa rënë në melodrama, pa ulërima e pa zhurmë, vetëm me zemër. Tani që dritat e kamerave janë fikur, Rozana nuk ka nevojë të shfaqet për të qenë e dukshme. Ajo është aty në qendër të vëmendjes, jo sepse e kërkon, por sepse ajo është vetë përfaqësuese e një force të rrallë. Forca një gruaje që ka ditur të qëndrojë në këmbë përmes gjithçkaje, që ka ditur të falë dhe kur ka qenë e lënduar, dhe që ka ditur të buzëqesh edhe kur lotët e brendshëm se kanë lënë të marrë frymë. Në postimet e saj të fundit në rrjetet sociale, Rozana duket e lumtur, e çliruar, e kthyer tek ajo vajza që dikur fillonte rrugtimin në skenë, por tani me më shumë mençuri dhe përvojë. Njerëzit e admirojnë për mënyrën se si e ruan marrëdhënien familjare, për vlerat që promovon dhe për faktin që nuk e ka humbur kur thelbin e saj, një shpirt artistik që flet me ndjenjë, një grua që nuk ka frikë të tregoj plagët dhe një motër që është aty gjithmonë për ata që e duan. Pushimet me motrë nuk janë vetëm një ndalesë, janë një mesazh, janë një kujtesë për të gjithë ata që e ndjekin, se dashuria më e madhe nuk blihet me para, se pushimi i shpirtit nuk ndodh në hotele luksi, por në praninë e njeriu të dur. Dhe për Rozanën ai njeri është motra e saj, e thjesht e pastër e vërtet si vetjeta që ajo po ndërton pas çdo stuhi. Rozana Radi po jeton një epokë të re, jo thjesht më si këngëtare, jo më si një ish-banore e një reality show, po si një grua që i mbijetoi gjithçkaje dhe që sot e qetë dhe e kthjellët thot: "Unë jam mirë sepse e kam veten dhe familjen time pranë." Dhe ky është mesazhi më i fortë që mund të jep një personazh publik, një dëshmi që të jesh njeri është gjithmonë më e rëndësishme se sa të jesh i famshëm. Rozana Radi, një nga emrat më të dashur të publikut shqiptar, pas daljes nga Big Brother VIP Albania,
po shijon një periudhë të mrekullueshme të reflektimit në jetën e saj. Kjo është e reja mbi Rozanën dhe shumë shpejt do të presim edhe këngën të cilën Rozana e ka treguar që do ta laçonte.